Mbrojtësi Mërgim Vojvoda ka fituar çmimin lojtari më i mirë i ndeshjes pas paraqitjes fantastike që bëri ndaj Juventusit. Como arriti fitore me rezultat 0-2, ku golin e përsis e shënoi pikërisht Mërgim Vojvoda që realizoi një super gol. Përpos golit, Vojvoda kompletoi 23 nga 28 pasime që tentoi, si dhe arriti të fitonte 3 duele për të qenë i vlerësuar me notën 7.8 nga SofaScore. Kësaj Serie A e ka shpallur si lojtarin më të mirë të kësaj ndeshjeje. Mërgim Vojvoda është lojtari i ndeshjes Juve Como, shkruan ndër të tjera në komunikatën zyrtare Serie A. Como pas kësaj fitore po vazhdon luftën për të hyrë në vendin e 4 në zonën Champions, me shpresën që për herë të parë në histori të sigurojnë pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve.